Jemi rikthyer me një panel I cili në fakt meriton të vendin e tij, sepse ajo ka qenë një nga njerëzit që na ka shpëtuar më së shumti sa herë që kemi pasur nevojë të japim pak spicy këtij emisioni, sa herë e kemi thirrur, nuk na ka refuzuar, na do shumë dhe sigurisht është pjesë e panelit të moderatorëve të Radio Televizionit Publik Shqiptar Ida Zavalani, mirë se vjen me Ida. Shumë kënaqësi edhe gjithmonë kënaqësi të jam në pjesë e panelit në emisionin tuaj. Gjithashtu bashkë me ne Kristian Detndrej, përshëndetje Krist, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që gjetë kohën, e di që jeni me lajme, jeni me transmetime, jeni gjithë kohës. Data 31 do piqet edhe gjeli në shtëpi. Ti do e pjekësh, Ida? Dhe sigurisht Sergio Ajdini, I cili ka qëndruar gjatë pas pianos, por sot ka mbritur këtu bashkë me mua sepse I takon edhe atij vendi I një njeriu që më ka shoqëruar gjatë për gjithë sezonin që kemi patur këtë pjesë të parë dhe sigurisht ke patur sfidën tënde o Sergio. Shumë faleminderit dhe sapo kemi filluar, kështu që. Tamam, sapo kemi filluar. Dhe në fakt ka qenë hera e parë për ty që ti ke punuar në një emision të mirëfillt televiziv me një prezencë të përditshme, live, me improvizime. Po, shumë e vërtet, edhe realisht dua të falenderoj ty personalisht edhe stafin që kemi pas të bashkëpunim, siç thash sapo filluam dhe besoj që do të kemi gjëra shumë më të bukura për vitin e ardhshëm. Ida, si ke pasur reagime ti sa herë që vije ftuar dhe bëje kështu meme nga këto përillsa këtu te emisioni? Në fakt, unë njihem si natyrë impulsive dhe që gjithmonë reagoj shpejt për të dhënë atë mendimin tim dhe shpeshherë për t'i mshuar fort asaj gjëje që mendoj, duke qenë edhe shumë herë kundërshtuese ndaj palëve të tjera, megjithatë unë kështu do vazhdoj, Fjodora, që kështu edhe në 2026 pra jote nuk ndron. Kështu do vazhdoj sepse këtë tip kam realisht edhe ndihem mirë dhe jam krenare për veten, pavarësisht se njerëzit shpeshherë thonë që bëja ndonjëherë qefin, thuaj që po ke të drejtë, nuk është gabim, megjithatë I mshoj times fort edhe do vazhdoj ta bëj këtë. Si ka qenë sfida me punën me ekranin 2025, si ka qenë për ty? Në fakt, unë çdo datë 31 te notësi telefonit bëj atë çekun që çfarë kam arritur, po dhe çfarë pretendoj për 2026. Kishe vënë target? Me thënë të drejtën, 2025-a në radhë të parë më ka bërë të kuptoj që taj çeku në gjithë atë listë gjatë që vendos vetes, shëndeti duhet të jetë gjithmonë I pari. Edhe pavarësisht se ne themi që nuk e kemi në dorë, sepse shumë gjëra ne realisht nuk I kemi në dorë, po mendoj që ato kontrollet e rutinë që duhen bërë, ajo vëmendje që duhet kushtuar sinjaleve që trupi dhe truri I percepton gjatë gjithë ditëve të vitit, mendoj që nuk duhen neglizhuar dhe shpeshherë duhen treguar dhe parë me shumë kujdes. 2025-a më bëri të kuptoj që rendemi shumë pas punës edhe harrojmë që njerëzit tanë të zemrës, sidomos ata që janë në moshë të madhe, se prekem këtë pjesë, unë kam humbur gjyshen. Edhe aty kuptova që pavarësisht se rendem në punë, sikur të kisha ndenjur pak më shumë, do ishte më mirë. Ka qenë një vit që ka patur dhe humbje për ty. Ida, ti ke një energji shumë bukur. Unë pavarësisht se qesh, edhe unë. Dhe asnjëherë në asnjë moment unë ma kishe lënë këtë ndjesi kur ka ardhur në emisionin tim. Sepse prandaj zgjodha që me datë 31 të isha këtu dhe tregoj të gjitha ngjyrat që Ida ka. Pavarësisht se gjithmonë është shumë mirë, jeta është shumë e shkurtër dhe ne duhet përcjellim pozitivitet, po kjo gjë nuk do të thotë që ne nuk përjetojmë gjëra të vështira, që ne nuk thyehemi, që ne nuk prekemi. Pavarësisht ata njerëz që duken që janë shumë pozitive dhe janë shumë të fortë, janë ata të cilët për brënda përjetojnë shumë emocione, shumë që ajo gjëja I bën të kuptojnë që njerëzve duhet japësh vetëm mirësi, sepse jeta është shumë e shkurtër edhe duroni dashuri njerëz, sepse është gjëja që është pa pagesë, edhe mund t'i japësh energji pozitive çdo kujt për t'ia bërë jetën më të bukur edhe jetën tënde. Unë t'jam mirënjohës në fakt për gjitha momentet që ke ndarë këtu me ne dhe sigurisht edhe pse nuk e kemi kuptuar se çfarë ti ke qenë duke kaluar, kjo do të thotë që ti je një vajzë shumë profesioniste dhe që përpiqesh që të ecësh me kurajo përpara. Shumë faleminderit. Më vjen keq për humbjen tënde se gjyshrit janë një nga gjërat më të ndjeshme që ne kemi dhe sigurisht vetëm kur nuk I ke I kupton se sa megjithatë ta kalojmë me punën që të shumë mirë. Shkojmë te Kristi. Kristi, si është sfida ti është ka qiri me mosh, po edhe me një përgjegjësi të ekranit që është relativisht. Faktikisht, në fakt, vlen shumë theksohet kjo për mua të paktën se është një gol shumë I rëndësishëm si profesional, por dhe personal, fakti që sot ndodhem në radio televizion.
Fakt mosha, është më vërtet kjo që thoni ju për arsye se është përballja ime e parë në fakt me kamerën dhe një televizion aq më tepër si të shoja, por në fakt mënyra se si më kanë pritur kolegët tashmë në Jemi të mirë. Po pra, këtu do të thoja që sepse shumë veta në fakt më kanë pyetur se si të kanë pritur. Si të kanë pritur në rreth të Dhe mendoj që pritja më e mirë sidomos në një ambient të tillë dhe sidomos para kamerave është të tregojnë ato hilet ose çfarë duhet të kesh kujdes. Profesioni vidhet, Profesioni vidhet patjetër, por janë treguar të mirë dhe më kanë treguar të mirë dhe kanë dhënë mundësinë. Kush ka qenë momenti më i vështirë përgjatë këtij rrugtimi, Kristi? Faktikisht, momenti më i vështirë në fakt, patjetër, paktën për mua ka qenë ndalja ime e parë televizive, se shikoj gjithkohës në finale, po kollarja, xhaketa pak më majta, as më djatha, as do të bëra ato aparencën e mirë, po shef gjithë fisit, gjithë. Ata votsohen, Kristi. Mendoj që kjo ka qenë më e vështira, pastaj në vjueshmëri është bërë pak më shumë, është kthyer pjesë e rutinës, kështu që mendoj që është okay tani. Të duket vetja mirë me kollare. Kurse di se keti në gjë të kishe nëna dhëndër ngjan me atë kollare. Edhe unë vetë edhe një gjithmonë dhëndër, ku vetë mosh, edhe një këngë që tani kam thyer timën të gjithë. Po mirë më Sergjo, si se vure një kollare dhe ti? Jo, mendova për këngën ta kishim vënë kujt si O dhëndër. Ku vetë kështu, si na le pa këngë këtu, shikom, nuk e lë në fund fare ti ta bësh një këngë për këtë panelin këtu, po Sergjo, për ty kush ka qenë momenti, po themi, që me të vërtet kuptove që live-i ka pa parashikuarat e veta, gjërat të cilat duhen menaxhuar, në një moment kur nuk të punon boksi, në një moment kur vrapoj minutë fundit, në një moment kur... Kemi pasur gjëra të vogla, realisht, nuk se kemi pasur probleme të mëdha teknike, po unë mendoj se jam mësuar edhe bukura e live-it është që ti gjithmonë ke emocionin, ke atë dinamikën, ke atë vrullin që duhet bëjmë këtë, pastaj kur ka ndryshime. Me thënë, si shtash, gjithë këto kohë kemi kaluar shumë mirë edhe uroj që vitin e ardhshëm të jemi akoma dhe më mirë, sepse gjërat sa vinë edhe po i shijoj më tepër, kështu që kjo është perfekte, mendoj. Jemi në fund të vitit. Një urim dua nga ju për vitin që vjen, sepse sot i kemi panelet çurriesh njëri pas tjetrit dhe është e vështirë, domethënë që të ndalim në këtë ritëm të madh. Sigurisht mos mendoni se shpëtoni, se vërtet është data 31, po ne do kemi tema prapë dhe do t'ju duam të ftuar prapë. Jemi këtë rast, mirë që u bëre moderator, po tani u bëre dhe figurë publike dhe do të ftojnë për opinione, për analiza. Me shumë kësi. Dhe të madhi do konkuroj Idën, që ofse Ida do kemi kështu në një debat, mendoj që do... Sa ashtu më tha, Ida tha, ka që preferuar jetit e qasti duhet, ka që preferuar shumë shpesh. Ta shpo i thash në pak do bëjmë pjesë e stafit. I ta qatë pëlqen më shumë të qasti duhet? Spontaniteti dhe unë adhuroj emisionet live dhe ato që përfshin tematikat gjithë përfshirëse të aktualitetit. Çdo gjë që ndodhë si në aspektin kulturor, social dhe gjithë përfshirës është një gjë që realisht e kam me shumë dëshirë, aq më tepër është një emision që shumë herë shpall debat, në thënëse, dhe debati gjithmonë është gjë që më pëlqen më shumë. Një urim, sepse kanë dalë titrat, një urim për ta mbyllur në bukuri sot çasti dur. Atëherë unë po them më të rëndësishme, shumë shëndet për gjithë ata që na ndjekin dhe për ata që janë të moshës time që po e ndjekin emisionin, dua të thjesht ju them që besojni vetes, sado që ngjan klishe kjo gjëja, por realisht gjithë cili prej nesh mund t'ja dalë. Ida, shkurt një urim? Shumë shëndet, shumë lumturi edhe shumë dashuri. Të japim sa më shumë dashuri sepse është gjë më e bukur. Sergjo. E njëjta edhe për mua, shëndet, lumturi dhe rini sa më tepër me njerëzit e familjes, prindrit, gjyshërit, sepse një ditë nuk do e kemi, kështu që kjo është. Unë vetë personalisht do të mbyll me një falenderim shumë të madh për ekipin e jashtëzakonshëm të Radio Televizionit Publik Shqiptar, i cili çdo ditë vjen në shtëpitë tuaja me sfida, me sakrifica, me përkushtim, me profesionalitet. Mendoj që urimin tim më të madh do ta kem për këtë institucion sot për gjithë ata djem e vajza, të cilët çdo ditë përpiqen që të japin maksimumin e tyre për ju. Ju falenderoj nga zemra që ishte me mua sot në këtë 31 dhjetor gëzuar 2026. Shihemi në janar.